Të ketë shumë aktivitete, ashtu sikurse edhe në emision kemi pasur shumë intervista informuese, por edhe rrëfime e histori, suksesi, karshi kësaj beteje të shekullit. Një e tillë na vjen edhe sot në emisionin Kosova Live, bëhet fjalë për Gjejlone Haradinaj, përndryshe bashkëshortja e Nasim Haradinaj, e cila ka mbajtur të ajten e 23 tetorit një ligjëratë betisuese në gjimnazin Kuvendi i Junikut në Junik, duke ndarë më të rinj përvojën e saj të dhimbshme, por frymëzuese me këtë sëmundje. Ka shumë detaje të cilat ne do t'i cekim dhe do t'i diskutojmë në këtë intervistë, por natyrisht do të nisim nga kjo ligjëratë, sepse nga ajo që kemi parë në rrjete sociale, zonja Haradinaj e ka përjetuar shumë mirë këtë dhe ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për të, prandaj e inkuadrojmë më një herë dhe i dëshirojmë mirëseardhje. Mirëseardhjet, shumë kënaqësi që ju kemi sot drejt për drejt. Faleminderit, ju përshëndes, stafin e të gjithë. Shumë faleminderit. Kënaqësi, e vlerësojmë shumë këtë gatishmëri për të inkuadruar në emisionin ton, njëherësh edhe për të dhënë mesazhe, sepse jemi në këtë muaj të rëndësishëm që vazhdimisht po përpiqemi ta bëjmë këtë. Le të nisim nga ligjërata, të cilën unë e thash që e kam parë në rrjetet sociale, që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për ju që e keni përjetuar shumë. Kështu që na thoni pak ndjesitë dhe atë që ju e përjetuat në atë moment derisa ishit përpara atyre nxënësve. Ideja ishte imja se gjithë në muajin e vedisimit mendoj me bo diçka për me dhënë mesazh. Këtë ma mundsoi komunja, e bashkëpunoj me drejtorin e shkollës, gjimnazit, edhe ma mundsu me shku. Ishte kënaqësi edhe ishte u mirëprit jashtëzakonisht mirë nga nxënësit. Ishin gjimnazit që janë drejtimit mjekësisë, edhe nxënësa të tjerë. Ishte një knaqësi për mu edhe e parë se kur interesimi jashtëzakonisht i madh, se ishte hera parë që kishin atë moment me ndëgju një dikush që ka mbijetu kancerin. Është tash unë në janar e kry këtë kontrollën ndalë si e shëruar se bën 5 vjet. Edhe e parë se ke interesimi jashtëzakonisht i madh, unë mundova me qenë sa më e qartë se si të folet më haptas për smundjen. Çka ndot me ta? Çka dëshironit që në këtë ligjëratë dhe përpara këtyre nxënësve, pra dhe përpara këtyre të rinjve të shpalosnit? Spari unë o kon qëllimi jam se kontrollohen, zbulimi i hershëm është shpëtim jete, edhe shpresat për kancerin e gjinit tash janë arrit, shkenca o zhvillu, mjekësia ka arrit ma mirë se përpara. Edhe dhe vedisohen që edhe pacienti ta dinë se është i smut, se deri tash në Kosovë njerëzit, krejt familja e ka ditë, po janë mundu me rujt mos mi tregu që është e smut për kancer, i smundja keqe, edhe këtë gjë unë e shoh që duhet me ndryshu. Pari pacienti duhet njoftohet ka një familjar, mbështetja e familjarve, ndikon shumë. Absolutisht. Pra ju e shihni këtë pikë në këtë moment edhe që jemi shumë të rëndësishëm që njerëzit, gratë veçmas, por edhe burrata, sepse kjo kanceri prek edhe burrata, mos harrojmë, është shumë e nevojshme që të jenë më të informuara, pra e shihni edhe mbase nga diskutimet që ju i keni pasur që mungojnë informacionet. Po edhe unë e pyetja para që bëra i thash e kisha dëshiru me ditë a është dikush, a keni dikon familje që është smut, edhe a ka qenë smut e ngurëshën me folë, apo të në të mija e shisha që janë të rezervu me folë, se hala me siguri ka që folim, po edhe hala nuk është për smundjen, frigohen për kanceri, se kanceri është vdekje, po tash ka ndryshu. Për fatë mirë ka ndryshu, është mbijetesa ma e madhe, edhe këto sa ma i hapon të është njëjtë folë, vetëm shlirohet. Po, në këtë pikë dua një këndvështrim tuaj dhe një mesazh tuaj, sepse ne çka vrem në shoqërinë tonë, është një lloj tendence për ta fshehur smundjen. Natyrisht, askush nuk e do smundjen, ju e thata që është shumë mirë që të flitet. Pra çka duhet bëhet kur një person, kur një grua, një burr përballet me këtë sëmundje, cila duhet jetë edhe çësia e familjes së ngushtë, por edhe e familjarëve më të gjerë? Spari mjeku nuk duhet më të liru që se i thonë familja mos i trega, duhet mu hek, jo duhet mu hek me njerë.
mu informu, me mbledh familjen edhe me ditë gjithë se është çlirim edhe për pacientin edhe për ata. Është një krizë, kalohet, tani duhet të luftojmë të gjithë së bashku. Edhe nuk është turp. Unë në kohën e përparme, u kohën tabus kanë guxosur një kohë rrethonat ashtu se nuk bën me fol për kancer, s'jap kush se dësha me bë pak më herë. Po tash kanë ndryshuar kohrat. Po zonja Haradinaj, a ka ndodhur vërtet që ju në këtë periudhë të vështirë të jetës suaj me u përball me një koment të tillë mbase që dikush e konsideron turp? Jo, po unë e di përpara, unë e kom pasë në familje smundjen e motres, e kom su shumë, në fatë kësi të asaj kom su hëne. Kur jemi javë, mi të regu familjes par 17 vjetë dhe është kohë e gjatë, tani njerëzit kanë fillu me të regu që unë e kurse kom ditë që ngola ta së nuk pe kancerin që njërë. Këtu do të caksojmë, do më thënë 4 vite më parë, ju jeni përballur me diagnozën e kancerit të gjirit vetëm një javë pasi kishte humbur motra juaj, po nga e njëjta sëmundje, derisa bashkëshorti juaj në atë kohë zotriu Nasim Haradinaj ndodhej në Hagë. E kam parasysh që tu kthehesh këtyre periudhave është e vështirë, është emocionale dhe njerëzit në momentin kur i kalojnë nuk duan t'ju kthehen, sepse janë emocionet edhe është mëse e kuptueshme. Por edhe ju e kuptoni që është e rëndësishme që në momentet televizive për këto periudha të flitë, sepse ka shumë njerëz të tjerë në këto momente po na shikojnë dhe përballen me këtë sëmundje dhe ka një periudhë të tillë të vështirë. Një kujtim i parë, dhe më thë, kur ne flasim për këtë periudhë, çfarë ju vije një kujtim nga ajo periudhë, zonja Haradinaj? Periuda ka qenë, për mu, me njëherë, se e kom marrë përgjigjen për onkologët, spari, vajzës ime, i kom thonë onkologët mi të regu, po Nasimi se ka thirë me njëherë, i kom thonë se kom kancer, nuk e kom rujt, as ato, dhe me thonë, nuk është rujtje, mos me të regu. është çlirim, edhe për pacientin, edhe për familjarët normal është krizë, po tani do të luftojnë gjithë bashkë edhe me fitu. Edhe ishte ideja jame se unë do ta mbijetoj. Edhe kjo ka qenë edhe mesazhi im të trit me mu kujdes për shëndetin. Unë jam kujdes gjithë për shëndetin, po gjenet edhe disa rrethana nuk mundesh me rujt për me svetar një smundje. Po kur vjen një smundje rënd, nëse e ki një trup të shëndetshme fizikisht edhe psikikisht, smundjen e mund ma let edhe shërimi bot ma let, kemoterapia në trupin e shëndosh, i thëmë, para kanceris, me indyrna me këto, unë si kom pas, edhe ka qenë ma let unë me përballu kemoterapin. Ky ishte mesazhi im të trit, kujdesen për shëndetin, edhe kontrollat, vajzat, edhe nënat e tyre, si të shohin një diçka që është ndryshim, me njëherë të mjeku të radiologu. Ju e thatë edhe më herët që përkraja e familjes është e domosdoshme, jo e rëndësishme, po është e domosdoshme. Natyrisht, ju keni pasur njerëz të dashur që ju kanë qëndruar afër, prandaj edhe sot natyrisht jeni këtu edhe me një mbështetje të tyre, por e tham pra që në atë periudhë ka munguar aty afër, ndonse fizikisht, sepse mendojmë që në pjesën shpirtërore aty e keni pasur, si ju po ashtu edhe ai zotriu Nasim Haradinaj. Sa e vështërsoi kjo mos prezencë fizike gjithë këtë periudhë? Për ju, por edhe për familjen? Mu më ka dhonë forës me qëndru edhe ma shumë. Dhe me thonë, gjithë e komendu si kur mos të rëndoj, edhe jemi familje se diçka duhet me luftu. Jo, unë nuk kam dëshirë mentalitetit me të këqyrë se je gjëna, ku t'je smut. Po vetëm jemi luftar, duhet me luftu dhe duhet me fitu. Po. Kjo ka qenë motoja imja, edhe normal kurone jëmë po dhe fort, edhe këta tjertit e kam po, që gjiloni do t'ja delë. Po, kemi dëgjuar së fundmi, disa rrëfime të personazheve edhe publike që janë përballur me kancerin, dhe ajo çfarë është thënë pra gjëja e parë e rëndësishme është që të pranohet se po ndodh. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme, madje ka tepër një rol në gjithë këtë është që të vendosësh për ta luftuar dhe për të ecur tutje, jo për të dorëzuar. Besoj ju këtë e keni ndjerë, këtë forcë do të thotë për ta luftuar, jo për të dorëzuar ndonse në një moment të vështirë. Dhe pyetja ime është se ku gjendet kjo forcë për të ecur tutje dhe që për ta shijuar jetën pas disa vitesh pas një betejë të tillë?
është krizë, fjala kancer, si ta jep onkologu, po edhe është mënyra se si mjeku momentin e parë se ajo onkologja që unë takua pa ta fat, më tha, tash është mbjetesa 80%. Edhe unë me njëherë mendova në 80% do t'jem e dhonë. Kjo është shumë rëndësi, krizën e parë duhet me kalu, po tani duhet më ngrit vetë edhe duhet me gjetë metoda që ty të bojnë mundi mirë psikikisht. Po dhe fizikon, unë gjithë kom hes mas terapisë, kom pëshu edhe kom hes 11 kilometra. Kom dalë natyrë se është terapia e kundër kancerit është jashtëzakonisht e rëndë, po ti duhesh me punu, me kry punën tonë, edhe psikikisht. Unë i kom pas aktivitetet e mija, ka qenë kohë shumë e vështirë, ka qenë pandemi, kontakti me njerëz kom pas kontakt, po unë i kom gjetë natyren, leximin e muzikës, edhe kjo më ka dhonë fort. Shumë... Edhe e pozitiviteti i familjes, po unë gjithë e kom marrë me humor. Bisedat me Nasimi për me Zoomit, gjithë jo mundu me valzu, me bo hare, kur nuk i kom bo, jo jom smut, jo jom gjëna, jo, kur. Po. Natyrisht është shumë mirë të dëgjosh një rrëfim të tillë, një forcë të tillë nga një grua, sepse jemi të bindur të dytë. Besoj edhe ju e kuptoni rëndësinë e kësaj paraqitje televizive, që shumë të tjerë mund të jenë duke na shikuar dhe përballen me këtë periudhë. Çfarë dua të di është se shumë dalen atë personazhe që te kalojnë këtë periudhë të vështirë tek ai momenti i parë. Si ju jeni ndjerë, le ta themi, se mbase nuk është e duhura, por çfarë ju ka ardhur në mendje në momentin e parë kur ju keni marrë lajmin për kancerin? Cilat kanë qenë gjërat e para? Çfarë ju ka shkuar ndërmend zonja Haradinaj? E para ka qenë si ta informoj Nasimin, mas është i mbyllur, edhe si ta informoj vajzën time. Pra, ju keni menduar për personat e dashur, jo për veten? Jo. Ky është vetë mohimi. Nga kontaktet që keni marrë, duke qenë natyrisht bashkëshortja e Zotëriut Haradinaj, edhe ju në një formë jeni personazh publik, është e padiskutueshme. Unë besoj se shumë gra, shumë vajza ju janë drejtuar, ju shkruajnë, dhe dua të din nga këto shkrimet dhe që mund t'ju vinë në rrjetet sociale, çfarë ju thonë, çfarë ju kërkojnë, çfarë këshilla kërkojnë nga ju? Unë kom pas kontakte edhe jo mundu me ndihmu edhe mi thonë, jom kon treja, gjitha se loj kanceri që e ka më në 3 fish negativ, i sulman, ma shumë vajzat e reja, 35 dhe nona kanë qenë, po unë i thësha kur unë e kam forcë edhe ju jeni ma të reja, e keni fizikon ma të mirë, ma të reja, do t'ja dilni. Unë i kam disa që i kom ndihmu me kalu këtë krizë, është një krizë, edhe më falenderojnë edhe ndina shumë mirë. Vetëm një ndihmë ja bo dikuj, unë ndina shumë mirë. Absolutisht, është shumë e rëndësishme, prandaj jo kot ne thamë dhe në fillim që sot ju jeni një shembull i kësaj forcës dhe se si duhet të i kaluar këto momente të vështira. Përpara se të bëjmë diçka tjetër, unë dua vetëm të ndalem pak edhe tek përvoja juaj, marrë sa kemi informacione dhe sa e dim, nuk është që keni pasur përvojën më të mirë të mundshme sa i përket çështjes së mjekësisë në Kosovë duke u përballur me këtë sëmundje, apo jo, zonja Haradinaj? Po fatkisht, se nuk duhet shumë me përmend, po adhe duhet... Po, sa ju doni? Mjeku duhet me konë, edhe ajo është njëri, po kur është lloji tumoreve, duhet me konë shumë i kujdesshëm diagnozën. Diagnoza e gabuar çon të vdekja njëri. Unë e kisha fatin me shkon Suedi, janë shumë keq, edhe ajo kjo, përgjigja në Kosovë se s'kam asgjë, mu më ka mundu ato 2 muajt e para, jashtëzakonisht shumë, mendja ishte të gratë që shkojnë aty ku kam shku, unë e marrin të njëjtin përgjigje, kjo ka qenë shumë e mundimshme për mu. Por u të i galuan, kjo ka rëndësi dhe pashmak shumë pyetja mëse e kuptueshme në gjithë këtë rrëfim është që t'ju pyes, pra t'ju bëj këtë pyetje se si jeni sot ju me shëndet. Natyrisht në këtë lidhje direkte po dukeni shumë mirë, po dukeni me shumë disponim gjë që na vjen shumë mirë, por... O Amir! Na prishe befasin. A je ka shema ka zbukuru kantere komunistu të shurun të ape?
Qëndroni aty se pas pak tek ju, prap kthehemi, natyrisht. Mundemi me ju shmong, zotri Haradinaj. Unë ndina mirë, normal, 2 vitet e para janë të mundimshme se ky lloj trefish negativ mundet më kthy, ka tendenca të më kthy 2 vite. Tani janë vite 3, 4, 5, janë shansat më të vogla, po unë duhet, do me thonë, terapia nuk jem kurraj personi që shiko, po duhet me punu me veten gjithë. Të gjithë duhet më kujdes për shëndetin, po ne që kemi pas këtë fatkeqësi, do me thonë, duhet të jemi ekstra të kujdesem në ushqim, pa stres, me humor edhe sa më shumë natyrë.